Zgjedhjet po afrohen. A ka sot opozita fuqi reale për ta rrethuar Albin Kurtin në zgjedhje? Po e nisim me Akën, ku dhe është rikonfirmuar emri i Ardianxhinit si kandidat për kryeministër. Lëvizje mjaft interesante. Mirëpo ai bie kjo se Haradinaj nuk e sheh me veten si kartë fituese të kësaj betejë. A e dobëson një mundësi e tillë votën e Akës, pasi që dim që vite me radhë, elektorati i AKs ka qenë vetë Haradinaj. Mirëpo, nëse ndodh një koalicion parazgjedhor mes LDK-s dhe AKs, ku prirëse e listës do të ishte Vjosa Osmani, dihet tashmë se AK nuk do i futej kësaj betejë sa për ta kaluar pragun. Lidhja Demokratike e Kosovës, që dikur fitonte zgjedhje, sot po mundohet ta bindë popullin që është ende parti relevante politike, sepse për fitore as që bëhet fjalë. Lumir Abdigjiku është rikonfirmuar si kandidat i LDK-s për kryeministër. Megjithatë, a është Lumir Abdigjiku kandidati i denj që ta arresë elektoratin e LDK-s? Një problem serioz dhe paradoksal është ky. Abdigjikut sallat në përtubime i mbushën plot, besa edhe fatë dalin goxha mirë. Atmosfera duket mobilizuese. Mirëpo, kur krejt në fund numërohen votat, Vetvendosje! 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 rezultati ndron dukshëm. Por kur jemi te LDK, vlen të ceket edhe roli i Vjosa Osmanit, e cila në këto zgjedhje që po vijnë e ka rolin e kingmaker. Rezultati në këto zgjedhje mund të ndrojë drastikisht. Kjo për faktin se në zgjedhjet e fundit ku Osmani mori pjesë, arriti të fitojë mbi 300.000 vota. Megjithatë, të gjitha këto mbesin veç aludime, për aq shkosa kjo parti nuk e mbledh veten dhe strukturat e saj. Në anën tjetër, te Partia Demokratike e Kosovës mbetet ende e paqartë nëse Bedri Hamza do të rikandidohet për kryeministër. Shtrohet pyetja: a është vërtet Bedri Hamza figurë që arrin të krijojë narrativ përballë Albin Kurtit? Sepse problemi në politikën sot nuk është programe, është vetë narrativa. Hamza shihet si politikan korrekt e i pakorruptuar, dhe pikërisht këtu qëndron dilema. A mjafton korrektësia përballë Albin Kurtit? Lëvizje tjetër që do e rrezikonte dukshëm Albin Kurti në zgjedhje, do të ishte edhe kandidimi i Uran Ismailit për kryeministër. Ismaili është kandidat atraktiv për mobilizimin e votuesve edhe jashtë PDK-s. Hajde ma gjallë! Hajde. Me dal me votu, hajde. Një siç bërë edhe në Prishtinë. Mirëpo, mangësia e Uranit është fakti se i njëjti zgjohet nga gjumi i thellë veç në kohë zgjedhjesh. E absurditeti më i madh në krejt këtë situatë është fakti se lëvizja vetvendosja, pavarësisht skandaleve, vazhdon të mbetet forca politike më e madhe në vend. Dhe fatkeqësisht, për aq shkosa partitë tjera opozitare nuk arrin të krijojnë një alternativë tjetër për qytetarin, zgjedhjet e ardhshme nuk e rrezikojnë Albin Kurtin, rrezikojnë veç opozita.